Ja cilat janë shenjat kryesore të mungesës së vitaminës D. Vitamina D, e cila njihet si vitamina e diellit, është e domosdoshme për funksionet e përgjithshme të trupit. Vitamina D nuk është menduar vetëm për kockat dhe dhëmbët, por gjithashtu luan një rol të rëndësishëm edhe në thithjen e magnezit, fosforit, forcon sistemin imun, parandalon sklerozën e shumëfisht, sëmundjet e zemrës dhe infeksionet bakteriale ose virale dhe shumë më tepër se kaq. Sipas health.com do të rendisim disa nga shenjat kryesore që trupi juaj është duke shfaqur në rast se keni mungesë të vitaminës D. Keni muskuj të dobët dhe kocka të brishta. Vitamina D është shumë e rëndësishme për kockat, muskujt dhe dhëmbët. Nëse keni vazhdimisht të dhimbje të muskujve dhe dobësim të kockave, me siguri vuani nga kjo mungesë. Ndjenja e lodhjes dhe depresioni, ndjeshmëria e dhimbjes, e njëjtja presioni i lartë i gjakut janë shenja që tregojnë mungesën e kësaj vitamine.